Të ndërruar shikues, takojmë bashkë me lajmet kryesore të ditës në televizionin shqiptar me mbrëma të gjithë. Unë jam Leon Mengshi, mes të tjera është në lajme ju ftoj të ndiqni. Kryeministri Berisha inspekton punimet në tunelin Thirr Kalimash, pjesë e rrugës Durrës Kukës, deklaron këtë pranverë do të themi të gjithë së bashku që korridori shqiptarëve u krye. Gjykata e Apelit rrëzon sërish kërkesën e prokurorisë dhe për të tretën herë gjykatat i cilësojnë antiligjore hetimet e prokurorisë për ndërtimin e rrugës Durrës Kukës. Të përsekutuarit mbështesin ligjin e dosjeve, kryeministri Berisha tha se votat vjen në parlament është një fitore historike e shqiptarëve i krimin politik, ndërsa kryetaria e Kuvendit deklaroi se ligji është i krijuar mbi standardet evropiane. Unë jo këtani më gjërësish me lajmet. Kryeministri Berisha ka inspektuar punimet në aksin rrugor Durrës Kukës Morin në pjesën e tuneleve nga Thira në Kalimash, ku ka deklaruar se shumë shpejt shqiptarët do të thonë u kry për aort në kombit. Kreu ekzekutivit shqiptar ka inspektuar punimet në dy tunelet e rrugës, të cilat janë drejt kilometrit fundit. Berisha ka ftuar mbar qytetarët shqiptar që të vizitojnë punimet në këtë rrugë, sikundër dhe kryetarin e Partisë Socialiste Edi Rama. Kryeministri Sali Berisha tha se nuk do t'jetë e largët dita kur do të thonë se u kry korridori shqiptarëve. Në aksin rrugor nacional Durrës Kukës Morin, punimet kanë ecur me ritme të shpejta, të kënaqshme. Kompania Bektelenka po punon në gjithë gjatësinë e rrugës, po ndërtohet 29 ura dhe aktualisht 13 prej tyre kanë përfunduar bashkë me to dhe ura me lart me 80 metra lartësi. Në dyrjet e dy tuneleve, puna ka vazhduar pa ndërprerje dhe dhënat zyrtare flasin për kilometrin e fundit gërmimeve. Të nderuar shikues, ju ftoj të ndiqni pamjet pa komente të xhiruara nga operatori televizionit shqiptar Ogert Peza mbi trajektoren e rrugës Durrës Kukës. Dhe në mbyllje një njoftim njoftohen gjithë deputetët e Kuvendit të Shqipërisë se Kuvendi mblidhet nesër në seancë plenare në orën 10. Bashkë do të ndahemi këtu, natën e mirë.